Kur nuk e harron Prejardhjen. Kur nuk e harron Mitrovicën. Kur nuk e harron as Shqipëri. Në ring është merë. Nuk lufton, shkatërron, i dërmon, i sakaton, i lë pa përgjigje. Ka prekur majat e sporteve luftarake dhe nuk ndalet. Forcë, disiplinë dhe identitet që nuk thyhet kurrë. Shqiponj të vërtet. Ky është Gzim Selmani. Në botë i njohur si Albanian Psycho. Iza, Shka vo? mirë, të shje? Mirë, faleminderit. Emocionet me qenë Mitrovic. E di që nuk vjen ashta shumë shpesh, po qatë jep Mitrovic aty? Mitrovica krenarin e pore, që kam krejt familjen pe Mitrovicës, edhe luftarokon që kam në gjak, vjen pe toka Shqipëris, edhe toka shqiptarët, edhe na këtë në Mitrovic i kena gjoko në luftarak, edhe forca ime vjen ka Mitrovicës. Milat, a kështë guxu me hinë ring me ta? Po vetë ka nërmoni, une për vete jo, vëllaj, në si shahi. Qa ka bërë të fundit, gërën e fundit, është e pa besushme, po masë ne këthejmë me ato. Kur jeni dalë prej Mitrovicës, sepse më besoj që është një kohë krize, një kohë vitet e 90-ta, ke lindë në Holland, po në muajin e 8 nana është largu prej Mitrovicës për Holland. Po, në vitin 94 në shku në Holland, tani jena këthy apet mas saj koja, po apet jena shku në Holland për punë, për sene, ama gjithë jena ortë në Mitrovic, familjen aloj kam në Mitrovic, në Shqipëll edhe në Bajër, edhe zemra jeme këto në Mitrovic është, edhe gjithë rinë në Mitrovic. Qysh e kanë përjeturën, familja, ikjen, largimin atje, me qenë me një shtetë, nështë asë gjuhën se kanë ditë, sa ka qenë vështirë mu integru në shoqërinë e Hollandës. Po, zërë u konë, shumë zërë, edhe ma zërë u konë se familja halon në Mitrovic u konë. Babgjyshi jem, boba e bobë së konë smut këtë në Mitrovic, edhe lufta nuk kanë imu heq. Edhe zërë u konë shumë, i shtirë u konë, unë ju më konë aloj vogël, ama edhe thmija e shë, pe i printe vete edhe din, që janë emocionuar, që kanë posë stirë, edhe për që ta ju mdollë une forës edhe, ju mdollë fort edhe besaj kjo më ka nimu shumë me suksesin që e kom arritë. Se të në kohën e ke menu në është ta prej kahit vjen, në qëfar shoqënie e shku, edhe që 2 herë, 3 herë dush me dhonë zërë ma shumë për me qenë i integru në shoqënive se. Po, mirë ki. Nashta nuk ka posë shumë rejsi së më diçka, veç nuk jenë shpet vete atje edhe. Edhe që jëmë lindë atje, halo printe e kom posë shqiptor, e kom shqiptor edhe ndryshe është me rritë atje në halon. Në këtë sport, qysh janë nise? Filimi që ka qenë një fëmi problematik, e ki edhe një vëlla tjetër, besoj që nështë ato boksat e palja ke dhonë malë, ose malë i ka dhonë ty, Mu ma ka herë, po. I kam një vëlla 3 vjetë maj vjetër se une, bashkë gjithë kena trenerot, boba im u konë bokser edhe... Që? Po, ka vare boks edhe gjithë ka posë qef me po djelët e ti në boks, a në MMA, diçka kombote edhe. Edhe mirë ki, vlove jemë më ka boj fort shumë, se gjithë
të nguca dhe, edhe sparring të bo bashk në shpe edhe në gym. Edhe u konë ko e mirë, shumë i mirë. Në mahall, qysh ke qenë atje? Do me thonë, lagje, e ke Jo, posat... fëmijë s'jum konë shumë problematike. Amo gjithë e kom posat energjinë në tema, dhe ne kom di që du më bodi shka me sport kombat. Edhe ashtu shu, jum konë e urtë, nuk jum konë shumë problematik. Ama kush ta ka prish në shta? Ja, së bësaj nashta. Po, me qëfar sporti fillove? Dhe të kur ja nise me u marrë me... 4 vjetë e kom pos kërë kom nis me judo, kur e kom pos 12, bova jem ka thonë shkan kickbox, pak i eger je për judo, adin, shumë regla ka pos në judo dhe ka njëherë u nervëzojsha pak, edhe tha që do më rej me grushta, hin kickbox. 12 vjetë e kom pos, kom mundeshe shumë dhere në 16, tani kur i kom pos 16, ja kom nis me Mixed Martial Arts, MMA, me 17 vjetë ja kom nis më rej profesional në Europë. Me 17 vjetë është mo shumë e rej, besoj. Shumë e rej, edhe dhunë shumë, sepse zgjedhe MMA. Se MMA është ki 3-4 disiplina, BJJ, box, kickbox, edhe o konë për mu, o konë MMA sporti kombat që më përkrajke. I kom ditë krejt disiplinat, edhe me judo më kanë imu shumë wrestling, edhe me box kom ditë, edhe gjithë kom pos qef më bodi shka që ashtë ekstrem. Në gjake kam në natyre, kam që gjithë lypi përse në ekstrem. MMA u konë sporti maj mire për mu. Me 17 vjetë, deri kur vazhdojnë me edhe sa meqe i pate, edhe njëtën kohë cila kja ajo ma e fështira kur vjenin është mas mirë të mbutë. 8 ndeshje profesional kom pos, ju më reje në Shkop, Sarajev, në Hollond, në Gjermani, të në botën kom pos ndeshje, ama një ndeshje gjithë mënej që është që u kom ma i mire, u kom në Sarajev, kundër të Sërbin që kom pas qitë knockout me 15 sekonda dhe që kom pas varos në ring, mas ndeshjes. Pse e bona gjest? Pse e bona se... Edhe qysh e menu njerëzit? Na shqiptori jena, e pore, edhe kena shumë histori me ta, edhe nashta edhe emocionet edhe adrenalina që kom pos kanë lujt një rol, ama kam po jom konë do fjoll para ndeshjes që më ka thonë aj. Qatë tha? Pa, dëse në të weigh-ins edhe në pres konferencë që ku më konë kalaj për to, që sërbet janë më të fortë se shqiptorët. Krejt dhe të fjoll të vëtësër, pa... Atë mushi që e? Pa, normal që u mushi. Normal që u mushi. Edhe boba jem u konë atje, në Sarajev me na, edhe më tha, nise për kalzoj djoli jem, tha, që ndeshe, veç nes opcion e kije, edhe ajo është më fitu me qitë knockout. Edhe s'pët vesi rundën e 2-3, rundën e por. S'ki ma shumë se 1 minut. Që kjo më ka thonë para se me i në ring. Edhe ja kom bo besën që rundën e por, nërë 1 minut, ku me qitë knockout. S'ka pos opcion tjetër. A e besove që për mëna 1 minutit kime rëzu? Po, 100%, 100%. Unë e di qa maj, edhe e di kur është një kundështor për para meje, e di qa maj më bo, dhe e kom ditë që në rundën e por, s'kom pos opcion, qysh për kalzaj, kur thët dhe boba jam rundën e por, është rundën e por. Baba jetë, sa kemi rëzu në rundën e por, po nona që atë e ke? Se nona t'jenë ma ndishme, a? Nona, a mundu nona gjatë, nështë gjatë gjithë kohës me tonë, he, djali jam, stop it.
Jo, nonën e kam të fortë shumë, nga Shqiponet vjen, Okej. edhe jam Mitrovicës, familja babgjyshe soj është e Shkodrës, janë të fortë shumë, edhe nuk e këqyr ndeshet, ama e këqyr kur kryen, edhe shumë krenar është, edhe nashta nuk ka shumë qef që arena MMA-e që ta është boks pa doreza, ama gjithë i kam full support për nonën, edhe shumë më niman. Nona, po thu që s'këshyr ndeshje, s'ka këshyr kur, Live as nuk e një. këqyr. Live nuk e këqyr gjithë 3-4 minuta masi se kryet e këqyr. Kur të fiton. Po, kur të fitaj. Po veç një opcion e kam më fitu se më hupe nuk i në ring për më hupe. Jo. Qa ta baba kur me njëherë masi është zove? Erdhë në ring, këtësaj mi ring edhe unë po kro edhe tha kër nuk kom minu tjetër, edhe kom di që kime qitë knockout në rundën e porë, s'kom pos hesitation edhe, i ka di. Po mase ne kalove me një sport tjetër, që ka kalove për e MMA? Për MMA unë shku në WWE, wrestling, audiencë shumë të madhe konë e Amerikë, edhe... është për qudi, a? Unë është shqiptore shqiptar. konë, po, shqiptore porium konë, edhe është sport, nashta jo shumë ekstrem, ama shumë i madhë në të botën, në miliorda njerës e këqyrin, edhe për emër, u konë kjo ma i mire që ku mu i më boha, më arrit emrën e të botën, edhe tani më këthy apet ku i kom zemrën, e aja është sport të kombate. Wrestling, njerëzit menojnë që është kretë një farë aktrimi, një farë loje, një farë... është aktrim, a ka rrezik atë? Rrezik është se bën 3-4 ndeshje në javë. S'kena off-season, çdo javë ki 3-4 ndeshje, edhe nashta që skriptet është se më bo aktrim, ama rëzonet, halo, jenë real. Te halo ki më rëzu, edhe ka shumë ndeshje, trupi jetë s'kot vakt më recover, po. Edhe për që ta është shumë i shtirë, ama nuk është real, edhe. Halo është aktrim, scripted, po Amerikanët e dojnë shumë. Qysh kënaj, për shembull, qysh merr në vesh? Të Po, gojë pak kjo- të se njerëzit për televizorin ndryshe. Është i ki script writers, ata i shkrujnë story. Regjisor. Po, regjisorët, edhe tani ki producentat vinë të morin në parandeshës, një 3-4 orë, të kallëzojnë qa po dojnë më po regjisorët, edhe i qitin një meq bashk, tani hinë në ring edhe fillon meqen, ama këndështore atë shëshnijën, e dine që ka bëjnë, veç është me qitë një show para publikës, audiencës. Kur të kthejnë që është kur të gjujnë, ose kur të gjujnë, ajo dhem dha trupi. Po dhem, po, Dhem. po, ajo nuk është fake. Të rëzosh për një me, edhe... Edhe në ato ansonet, do të thotë kur gjuhësh, kur gjujnë, kur ato janë, kur që janë brutale. Jo, po, brutale janë. Nuk është sport për të zona, dhe dush më kone fort, edhe 9 vjetë e gjysë se kom bo gote 10 vjetë, trupi im shumë u kom pas lodhe, dhe. Mas kësoj, po. Një vjetë kom pas nevoj për më recoveru edhe më hortë në vete pak, se shumë e ronë është. A ki vujt, si që kështë, pse e ki leon, pse jam hi në këtë sport, a ki pas momente kur ki thonë pse unë jam këtu. Po, kom pas, se në zemë gjithë kom pas qef me hi në boks MMA, ato e kom pas bo veç për 2 vjetë, se 19 vjetë e kom pas ku në shku në Amerikë, vetën edhe veç e kom di që s'ka pas asë në shqiptore në WWE, edhe ajo më ka mojt forcë, edhe i kom di që jem shqiptore e por, edhe për me jep shqiptorët emër të mirë, më pos në gjithë organizacion në shqiptorë është mirë më pos. Edhe për qëta e kom bo, kom di që është mirë për emrin shqiptor,
edhe mirë për emrin tem se të botën është, krejt bota është, ama gjithë e kom di që du më këthy apet në sport të kombotën. U ktheve në një sport tjetër, Po. në këtë sportin që je tash. Po, Po, kjo është brutale është. po, Pa dorza, kur qepën ftyrë, kudo, mënesh me u pre, mënesh me u sakatu. po. Qysh? Kjo sport është ma ekstrem se MMA në sytë mi. Po qysh tas ma herët ekstrem kom qef, adrenalin kom qef, edhe menagjeri im, Peakmont Agency, i nje Conor McGregorin shumë mirë, edhe kam pas fol, ai është fan i WWE shumë, edhe unë ka pas përcjell, edhe ka thonë që mëni më ardhë këta, që keni guxim, hajdene se kjo sport ku më konë numër 1 në kombat sportën 10 vjetë. Se ka shpejt jenë ato rritë, nuk është normal. Sport ma ekstrem është boks pa doreza, duhesh më rujt me di që ka bën, veç shumë kom pos qef më bërë këtë sport, se është ma real nuk i. Po ta shoh ftyrën, Po, do me thonë, po po. të kesh ftyra kur bëj për ven, ha? Po, jo, shumë i mirë është. Normal që dorezat ta mbrojnë edhe dorën, këtë jo, edhe nashta të shkyën durët ka pak, ama na shqiptorët nuk e kena gojle heq me doreza, pa doreza, kështët i kom kalzu, i kom të regu krejt Anglinë, kur i kom reni Anglez midis shtetit e vetë. E përmene durët, po kthehem masë ne të ai meq, po se duhet me forcu durët, a? Po. Duhet me forcu ftyrën. Po. Qysh forcohem këtu? Kena teknikën na treneri im është bukser shumë e fort, edhe unë kam mësu të teknika, qysh më shtrëngu durët ma fort, edhe qysh me bo ma të forta, ama Duhet me me farë shtrëngu, lidhje, po. caktu me Po. dorës atë. Ama edhe duhet me hi thesit, na e kena një thes special, që është shumë e rronë, 200 diçka kila është, edhe që i ka shumë densa din, nuk mundesh me shty Guri. heq. Po, gotës e guri është me zoll. Okej. Normal nuk jenë me zoll, po kjo është me zoll. Nuk mundesh me rre 100%, ama që shtë e forcon grushtat. Ashtu e forcon grushtat çdo ditë. A ka qenë shtys në këtë dhe Conor McGregor? Në ketë këtë hyre tonde? Po, më do këtë po se me shumë të madhe ko në botën me sport kombat. UFC normal ka kriju me shumë të madhe, edhe unë ka motivu shumë për me hi në këtë sport. Po, që shumë në mënë këtë sportin mu, edhe unë në mëj këtë sportin, se me emër të eme arritën edhe ma shumë, edhe ashtë ndryshe, edhe unë arritën e shumë ma shumë. Shqiptori por apet në BKFC-ja, me boks pa doreza, aja është apet shka që kërkësh nuk mundet më morë, edhe aja ko shumë qef që jem shqiptor, ko shumë shoqni shqiptor. Ki pos bised me të, Po. qa thët për ty ose qa thët për shqiptar? Ko shumë shoqni shqiptor në Irlandaj. Po, a? Po, edhe kom taku dhe, edhe shumë ko qef që jem shqiptar. Thëtë na kena mentalitetin njësaj, edhe kena pos historinë njësaj, se si Irlandaj me Angli, na me Serbt, edhe aje thëtë i kena historikën edhe forcën njësaj për që ta mundu më arriti shka bashka dhe i kena një shoqni mirë që tash. U rrehe para 6.000 anglezve. Po. Shpejtër dhëve. Po. Po njëherë me nova që përzosh edhe të. Po. Po mdo këtë ja bole një fartrikish atë. Ja, që kë kategori që jemone, kategori ma të rondë, a i ka pozë një 12 kila më shumë, po nuk o lidhe, so kila i ka pozë. Kategori të rondë, nuk mundesh më të rok një herë mirë, s'mundesh me nejtë edhe më bo këtë që kërgjës së ndodhë edhe.
Kjo është sport fundimit edhe unë ka pas rrogë mirë, nuk ku më drejt, ama e kom ditë që nuk ku më shku knockout. Kom të halo mirë e kom pos, edhe halo e fort më kon, ama kur e kinë 10 sekonda të e merë maksimumin. Kur jam qu e kom piskit që da më fitu, ki nevoj më mytë. Edhe ato e kam tatuash këta, victory or death, edhe kështa e kom bo, e kom thonë, edhe pëndo këtë tu pak. O të të? Po, pëndo këtë pas se s'ertë mo për para. Edhe mentalisht e kom thyja edhe, e kom pas thyja edhe e kom qitë knockout. Sport i fort. Po. Pak kush guxon me hi në botë në këtë sport? Po. Është në rritje e sipër. Edhe po për këtë sport, çka tha familja? Familja e din çka maj. Ata e shohin krejt stërvitjet që e bëj, treningat që e bëj, edhe kam besu 100% që fitoj. Normal që ky sport ko ma shumë riskonte se tjera sporta kombota, ama në gjithëm shtetën, në gjithëm një mojnë edhe janë krenar. A ki vakt me bo femën? Për më bo? Me bo dashur, a ki vakt? Vakt kam, ama fokusimin, kur jam unë fokusuar në diçka, jam 100% fokusuar edhe qëtash është koha për më bo kampion botës në BKFC, edhe krejt kohën time i shti në treningat, stërvitjet, edhe fokusimin më bo krejt shqiptarin krenar. Kur e ki mesin e rodës, dihet? Po, që që nga të këqy për fond verës, fond verës dhe ka, ja kena njësë stërvitjet qëtash, edhe pregaditet, edhe besoj kam fund verës që kam meqin e dytë, edhe mas ati meqet, nështë edhe një, tani për kampion. Kush kish mujt me qenë për para teje, për kampion? E ki në emën kështu? Ja, halo nuk kom ka njep emra, menagmenti im është fol me Gregorin qëtash, jënë të këqyrë të qitë, të këqyrë të hidis në meq, ama halo as në emër s'ma kanë gjojtë. Është sport i shtrejt? Ka pare që gjuhën për i sponsorave? Është përfituese edhe për ty? Po, fituese është normal, se kjo fonditës kështën porë shumë edhe në pregaditjet e senet, ama për porën nuk e bëj këtë sport. Gjithmonë këmë thonë, s'kam nevoj sponsora, s'kam nevoj porë, këtë sport e bëj se e du shumë, edhe këtë sport e bëj për tonë shqiptorët në tonë botën, më konë krenar, edhe me jep emër tonë shqiptorët me kalzu qësh rejon në sportin e Bernako. Si shqiptar, a kem talent si në Kosovë, si në Shqipni? Besoj që ti mund është mas mirë të me identifiku njerëzit e caktu. Po, menagmenti im Pigmont Agency jënë horth në Kosovë gjither, edhe jena konë të klubi 038 në Prishtinë, Fight Club 038, edhe Kroni Fight imi në konë. Të dëtë kanë shumë talenta, edhe besoj që kena me gjithë shumë talentat fort këte në Kosovë, e kanë në zemër edhe kanë në gjak ty në luftarokon, kërkësh në botë nuk e kosena. Besoj që komunimu shumë shqiptarët, rinit, jena të këqyrë që tash të bregaditi shka me Federatën e Kosovës, të boksit edhe të Shqipnis, edhe kena me investu në rinit e Kosovës, edhe krejt shqiptarë në të botën, ama fokusimin që tash kena edhe në Kosovë edhe në Shqipni. A menon që gëzimi ka më këty në herën Kosovë me jetu? Po, mënaj që mas karierës tim në shtavi, se në Mitrovic haloj kena shpin, shumë familje kena në Mitrovic, boba e nona vinë shpesh,
edhe besoj që më jetoj këtë në Mitrovicë a në Prishtinë se kam zemrën këtë në Kosovë. Tërgëm pak për gjyshin e ke pas gjallë kur e hinë të lufta? Po, A ke gjyshin. pas qatë e ke gjyshi? Po, Se dhëtë me po. ma një... Po. Po. Unë ka kallzu shumë store. O emocionu, a Po. ka kojt. Po normal që ka kojt edhe më kanë kallzu shumë store edhe në zemra më dhema edhe në kur e shë të kojt edhe të folë për luft. Kjo më nimën edhe ma shumë kur hi ndeshët. Besoj luftarokon që i kena na vjen pej këthushet. Po, kur të shike ty në ring, gjyshi, ka thirë në telefon me thonë një PM, brava? Po, normal, po. Po normal që krejt familja krenare është, familja nonës, familja bobës, krejt krenarjen, edhe besoj që e dojnë këtë sport shumë, edhe unë dojnë mu shumë edhe, që e kom bo krenar. Lëndime jëtë ma Irani, që nështë atë ka ke thonë, s'po këthena mo, nuk po vazhdoj mo, ka pos momente tila në karierë. Jo, që nuk këthena në Që nuk sport? këthesh mo në sport, sepse klar. dinë sportistat me randë në depresion, të randë. Jo, mënaj që mentalitet shumë e fort jam, edhe kërse kom po, unë s'di më bo diçka tjetër, edhe kur i kom po 4 vjetë ja kom nisë, edhe këto i kom bo të tanë jetën, edhe s'maj me nërë që tash, se halo shumë e fort jam, halo e kam trupin të fort, mentalitetin të fort, edhe krejt shqiptarinë në zemër e kam, s'maj me nërë që tash, duhet me kontinu suksesin edhe nuk nëllëm na, te edhin që është, s'maj, as nuk kom shkan me ani atje, as du më menu bile. Zdo me menu, Jo. aja punë është e kryme. Po. Edhe përgjigjet i ka shpejta, po, jo, u kry. Kur e përmene në wrestling që ke qenë në Amerikë, ato 9 vjetë, 10 vjetë sa ke qenë atje, ke qenë vetë apo ke pas dikon ofër? Jo, Me vetë nejt, ju ka qenë vështirë, Po shtiru konë, se 19 vjetë e kom posë. Më shku vetë, kom ti nejtë një vetë. gjerë vetë, me Po. përgatit ushimin vetë. Vëllovi im vike normal, ma një mu, ama krejt 10 vjetë vetë e kom posë se jetë 3-4 ditë në zonë. Çdo herë 8 shtet, çdo herë 8 ven, edhe 3-4 aeroplona në javë, s'ki as vakt për më bodi shka. E lëdhshme? Po, shumë e lashme u konë, po. Ama e fokusum ju konë, kom di që du ma arrit, edhe ato e kom bo, e që tash jena këta apet. E përmene me një intervjist, dëgjova, e përmene që e ke pyet një wrestler, a je shqiptar? Po, Kush është ai? John Cena u konë, po. Se shumë shqiptor thaj që në internet nuk je shqiptore e por në WWE, mu nuk o pëngajke, ama vetë që dita, deshta me dita, dhe se thaj që Cena, ama tha Amerikan jem, kom pos papqyshën e Bobs pe Italisë, Okej. ama ata nuk kanë folë shqip, as nuk një konë shqiptarë, ama ka nuk dijet atin, mundet më kanë ashta, ama kur thush që nuk je shqiptar, në sytë mi nuk je shqiptar. Po. Thjesht, a? Po, thjesht është. Qa han jetë përdeshme dhe qatë kura kur je knena? Kohën kër jam knena, normal që hoj shumë pleskavica edhe qebopa në qebaptoret, ama provoj mos më hongër shumë edhe, se halo duhet më nejt fit, edhe po, tëna buk ma kona, krejt ushqimet. Më nga në ushqimi i Kosovës ka njëherë? Po, normale, mërzitna ka njerë. Për qa mërzitesh? Pa, mërzitna për qebaptoret këta në Kosovë, trefshës e Mitrovicës, edhe, po, familja jeme gjithë, veç qa hojnëm na në shpe është bëk shqip, adin, ama jëmë konë në një vjetë gjysë në Amerikë, për që da në shumë ka pas më molle shumë, veç në shpe gjithë hojnëm ushqim shqiptorëve. A ke koj në herë?
Çfarë mënyre? Po për një me që e ki hup, për një moment gëzimi tënd. Jo, më thonë drejt, jo. Nashta, që më rrit, one më konë mentalisht shumë e fort, edhe nashta për që ta veç më thonë drejt, jo. Jo, ka. Nashta kër ju kohë fëmijë e vëgël, po, ama kër më rejke vlove jam, ama tjetër qësh, jo. Se të vozhan të naon. Po, Do thënë keq, do thënë mirë, po ti full si punja hi, ja? po, kam shqiponja në krejt trupin, në shofe, kam në duar, në krah, në shpinë, Vje pak stopër të Po. shojnë ca kiktë. këtë kam në Skanderbejën, Si të? po, edhe Si të përndove si Kosovën, a? Po, Kosovën Kosova edhe me Shqipërinë, me po. Shqipërinë. po. Kam tatuazhe shumë, nuk ngaj qa thonë tjera, dhe unë e kom qitë për vete, se e du, edhe kalzojnë krejtë një story për jetës tem, ama qa thonë tjerë të nuk ngaj, edhe unë e di qka bëj, e di qka bëj për vete. Atë paragjykojnë njerëzit kur të shohin, nështë me një të vojë këtu i madhë. Jo, se nështë nuk foli bol me njerës që nuk e nja edhe, veç qka shone, jo. Nështë ka njerë në këqyren, ama më thonë diçka nuk thonë. Nuk tutën, për pamjes tënde? Po zdi nuk e vete edhe më thonë drejtë se veç besaj da po dhe jo, ama nuk jam këta për me tu njerëz edhe. Dush mi tut atje të veni. Kur është kundështore im, po. Për njerëz normal, nuk është që hi në gjodhe për më reja dhe qka, nuk jam ashtu. Me sa vjek kemi me të pas kampion? Pësaj edhe 2 ndeshje gjithë vjetë, e tani mas 3 ndeshje, unë kam thonë që më pos ndeshje për kampion. 32, 33 max, Jo, po më nej vitin 18 vjetë. 32 32 vjeçare kam tani, 31 kam qëtash, pësaj fillim 18 vjetë që ku më konë kampion të botës. Edhe me që ka shpe krymë? Jo, nuk kryna, jo. Jo, se disa je kena nis, disa je kun këthy. S'maj me kry kun bona kampion. Jo, edhe nja 90 vjetë pëdu më kontinu, pëdu më nejtën kombat. Dikon kjo mosh, nështë, ku të vjen dikush një kundështar, 20 vjeqar. Jo, besoj që vjetë veç është numri, edhe? Okej. Dush më ngu trupin tënë. Kur ta trupi ball është ball, tani dush më nolë. Ama nuk besoj që jem gatë atë kohës. Qka mas karierës? A e ke menu? Po, mas Po karierës që du ke më menu? fokusu... A ki naj preferencë diçka? Një hobi për shembull, çka ki qef me bu? A ki naj hobi? Po, hobin është ajo të bëjë qitash. është puna jeme, është më re, sport kombate. Ama në mas karierës, kam shumë qef më fokusu në rënit. Edhe me i trenerot, me i menagju, Me hek për rrugës. Me hek për rrugës, me kalzu qysh më arrit topin në profesional kombat, edhe ato e bëj me zemër. Për që ta jenë ato këqyr që tash këtë në Kosovë dhe në Shqipni për talenta të ri, ja kom nisë një mu që tash edhe besoj mas karierës atë punë kom më bo. A i rre rrugë? Nashta kur jënë kom a i ri, ama pej që jënë kom profesional, jo, se s'ka pos nevoj i pora. E dyta, dur time, grushtat time nuk jam për me e në rrugë, se bëhet shumë keq. Mësë më konde kësh e pregaditur për me i moj këta shumë riskantësh. Munësh me lënë, jo vish pa vedije, po dhe pa jetë. Zdijet dhe nuk e marrë atë riskon, ama nuk ka pos nevoj, nuk e shti vetën e në ata situatat për me lypë, nuk jam njëri që shkan në kluba që së sena, ma shumë të që ka bëj është më shku në restoran. Që ka si? Kaq.
Garan me shqipun janë të lëhond për një flamur nëse. Po, veç për një flamur e kena. Edhe kjo është flamuri Kuqez, s'ku lidhe ku jena, që të flamur Kuqez e mojnë me krejt botën edhe kallzojna kësh jena edhe. Na luftojmë për tokën e ne, për tokën e shqiptorit, edhe një flamur e kena. S'ku lidhe ku jena botë, që të flamuri reprezentojna edhe që të flamuri mojnë me gazemës. Po në me punë dhe ti dhone? Po normal, hajde. Veç këtë flamur e kena, s'kena asnjë tjetër. Faleminderit shumë. Faleminderit. Ku të dhe mas shumë ty? Vesh, këtyr, cilin vend dhe mas shumë ty ty? Ku me të roka? Po me të rokë. Më thonë drejt, s'u dhe më kurrë veç. Jena të pregaditur për këta. Kena pos kaq shumë treniga, sparring, edhe... S'ka dhimjet e te? Jo, nashta në fillim una shumë më dhim ka, ama që tash kam edhe unën të pregaditur se më ka thy. Ka që po preke, shtyje më harë. Shka dhe më. Ky emision mbështetet nga Uji Rrugove.